Në këtë episod plot emocione dhe sekrete të fshehura, dalin një nga një në serialin Qyteti i Largët. Kaja tregon një anë më njerëzore, duke rrëfyer Zerinit se nuk mund ta vriste Demirin, jo nga dobësia, por nga respekti për fëmijën që ajo mban. Në atë moment, Gjani është gati të bëjë një rrëfim që mund të ndryshojë gjithçka. Fëmia që pret Zerin është i Kajës, por papritmas gjithçka ndërpritet nga ardhja e Pekut, duke krijuar tension dhe konfuzion. Gjani arrin të sjellë një lajm të rëndësishëm, ai ka gjetur Kajën. Mes tensionit dhe rrezikut, ai organizon çdo hap me kujdes, duke folur për lëvizjet, vendin ku do të shkojnë dhe përgatitjet për operacionin e Kajës. Prania e policisë e bën situatën edhe më të ndërlikuar, ndaj gjithçka duhet bërë e fshehur dhe me shumë kujdes. Alia njofton në aren për gjetjen e Kajës. Ajo falenderon nga zemra dhe i kërkon një favor shumë të rëndësishëm. Dëshiron ta shohë Kajën para operacionit. Me një ton të ndjerë, ajo premton se nuk do të shfaqet para sadakatit. Më pas Nare fillon të kërkojë Shahinin, por ai nuk gjendet askund, as në dhomë. Ankthi rritet kur askush nuk ka informacion të qartë për të. Pyetjet shtohen dhe përgjigjet mungojnë, ndërsa gjendja e Zerinit përmendet si jo e mirë, duke bërë situatën edhe më të rëndë për Fidanin. Pas refuzimit të Zerinit për të shkuar me Demirin, e vërteta trondit se del në pa. Zerin pret fëmijën nga Kaja, megjithse Fidan e ndjente diçka të tillë, situata mbetet e tensionuar dhe mbushur me sekret. Ata i kërkojnë Demirit të heshtë dhe të mos e bëjë këtë fakt të ditur për Exmelin. Demiri prekur dhe i kuptueshëm pranon kërkesën e tyre, por vendos një kusht të rëndësishëm. Zerin duhet të shkojë bashkë me të. Alia përpiqet të kontaktojë me mjekun i cili do të operonte Kajën, sepse çdo minutë e kaluar është në dëm të këtij të fundit. Por mjeku është rrëmbyer nga Exmel. Gjani merr situatën në dorë dhe përballet me Exmelin, duke kërkuar vendodhjen e mjekut. Sadakat kritikon Naren, ndërsa Nare përpiqet të kuptojë misterin e zhdukjes së Shahinit dhe njëkohësisht të jetë pranë Kajës. Shahin zbulon një të vërtetë ronditse. Exmel është vrasësi i Boranit. Ky moment i jep episodit një kthes dramatike, ku ndjenja e akmarrjes, zemërimi dhe drejtësia përplasen me emocione ekstreme, edhe kur Fidan mëson se Exmel ishte në dieni të rrëmbimit të Zerinit. Momente shpirtërore dhe dramatike shfaqen kur Shahini përballet me babain e tij, duke sfiduar dhimbjen, fajin dhe të vërtetën tragjike. Ai madje sfidon ta qellojë, duke treguar se emocionet janë të papërmbajtura. Edhe pse Exmel përpiqet të mohojë gjithçka, Shahini tregon një video ku shihet Exmel, i cili bën plane për të vrarë Boranin. Pas përballjes së tensionuar me Exmelin, Shahin ndjen një turp të thellë dhe zhgënjim. Nuk mund ta besojë se babai i tij, Exmeli, ka kryer veprime kaq të errta. Ai largohet dhe shkon drejt Kajës, duke u ndjerë i pafuqishëm dhe i lënduar nga gjithçka që ka ndodhur. Në një moment të rënd, Shahini kërkon Kajës të nxjerrë armën dhe ta qellojë, sepse gjendja në të cilën ai ndodhet është përgjegjësia e tij. Por Kaja e ndalon menjëherë, duke i thënë se nuk është faji i tij. Por përveç kësaj, Shahin zbulon një tjetër të vërtetë ronditse, se Exmeli jo vetëm që ka vepruar gabim, por ka qenë edhe shkaktar i vrasjes së Boranit. Moment që shkakton një zemërim të thellë tek Sadakati, e cila pohon se gjithmonë kishte dyshuar për Exmelin. Tensioni arrin kulmin kur Shahini i drejton armën ndaj vetes, duke dashur të marrë përgjegjësinë për gjithçka dhe të përballet me dhimbjen e tij. Megjithse Gjani përpiqet ta ndalojë, ndjenja e fajit dhe dhimbja shpirtërore e detyrojnë Shahinin të qellojë veten. Një akt tronditës që lën Naren të shokuar dhe emocionalisht të coptuar.